Këtë vit në plazhin e Durrësit mungojnë pushuesit nga Kosova dhe Maqedonia. Plazhit janë rikthyer Durrësakët, Tiranasi dhe të huajt, por ndërsa kjo situatë ka shqetësuar së tepërmi pronarët e bizneseve, të kënaqur duken pushuesit aktual, të cilët vlerësojnë cilësinë e shërbimeve dhe pastërtinë. Është shumë pastër, shumë qetë. Si që them se kemi parë ndonjëherë më pastër se këtë vite plazhin, këto 2 vitet e fundit. Shumë pastër dhe shumë qetë. Si ishte parë që plazhi kishte ujë kristal? Ndoshta sepse janë bërë edhe banjo, shkojnë njerëzit në për kafe duke po, është i pastër, shumë pastër. Por ne nuk e dim, është shumë pastër. Ne kemi shkuar në jug çdo vit, po këtë vit e kemi bërë këtu. Pse tiranësit të vit kanë zgjedhur plazhin e Durrësit? Po, është afër, është lirë, është bukur, pastër. Tu ka ndryshuar Durrësi, nuk është Durrësi që e mendojnë, që e kemi menduar dikur. Të paktën këtë vit uji është shumë i pastër i Bregudetit. Po, shumë i pastër. Shumë i pastër. Të paktën nga ato të tjera që kemi parë, qoftë edhe nga ato plazhet që janë këto me rërë, domethënë. Këtu është shumë më pastër. E kanë pastruar gjithë dimrin si vjet. Kanë punuar rregullisht. Edhe uji dhe rëra shumë e pastër. Ja, det ska fet uzea. Jemi nga Hungaria dhe kam ardhur me bashkëshortën dhe 2 fëmijët. Së bashku me ne është edhe një familje tjetër nga Gjermania dhe do të qëndrojmë 7 ditë në plazhin e Durrësit. Është shumë bukur, nxehtë dhe plazhi është fantastik. Qëndrojmë në hotel dhe çmimet janë shumë të lira. Do të rikthehemi sërish vitin tjetër. Numrin e ulët të pushuesve dhe mungesën e atyre tradicional të Kosovës dhe Maqedonisë në Bregdetin e Durrësit, pronarët e bizneseve fillimisht e shikonin si rezultat i zgjedhjeve vendore e më pas si shkak i muajit të Ramazanit. Por edhe pse agjerimi përfundoi, numri i pushuesve që gjenden në Bregdetin e Durrësit nga Agipi në shkëmbin e Kavajës është dukshëm më i ulët se pritshmëritë. Ndërsa kalendari shënon në 10 ditëshin e fundit të muajit korrik, situata në plazhin e Durrësit është e vështirë për sa i përket subjekteve të biznesit. Neve gjendemi në gjithë zonën bregdetare gjatë ditës së sotme, ku është vakti drekës. Pothuajse të gjitha baret dhe restorantet janë poshtë për shkak të mungesës së pushuesve dhe turistëve, të cilët në këto orar do të kishin mbipopulluar këto restorante të cilat kanë gatuar dhe çdo gjë mbetet në kuzhinë. Janë disa shkaqe që kanë ndikuar në numrin e ulët të pushuesve, duke nisur nga mungesa e promocionit apo dhe imazhi i keq i krijuar në vitet e shkuara. Ramazani mbaroi, pritej fluks pas Ramazanit. Po, mund të ketë ndikuar edhe që qytetet e tjera po fuqizohen dhe Durrësi po bie nga vit në vit. Kjo është ideja. Çfarë gatuani juve këtu për pushues? Ne gatuam të çdo lloj mishi, vetëm të zgarës. Cilët pushues prisni ju më shumë? Kosovar dhe Maqedonë. Po si vjet e shikoj që nuk kanë mbërritur. A kanë thënë kur do të vinë? Realisht ne pritshim pas Ramazanit, por shihet dita ditës që po shkon duke rënë edhe nuk e dim si do jetë. A ka prenotime? Pak, shumë pak. Para punës është bllokimi i plazhit, që s'ka njerëzit ka të bëjnë xhirnon, ka të ecin. Dhe shifve dilni me kamera, cepen dhe të shohë. Para 2 ditëve morën iniciativë hoqë dhe tash prapë kanë bllokuar gjitha. Cilat trotuarët? Trotuare. Ju vetë nga jeni që keni këtë biznes? Shikoj restorant. Tova. Ja i fshatit të Tovës. Shikoj që është vak dreke dhe ke vetëm 2 tavolina të zëna. Tavolina edhe ato shihni janë vetëm me ujë. Shihni, kontrolloni vetëm ujë dhe gjë se e para një që nuk ka lek. Dhe e dyta mësë ne janë këto gjëja tjera. Nuk kanë ardhur. Nuk kanë ardhur. Apo promocioni, nuk u bëjt promocioni Durrësit. Për atë pyetni politikanët, s'merremi ne, si dim. Po ato e dim çik pak më mirë. I pagoni do taksa detyrimet punëtorët me kaq punë sa keni? Me kaq punë sa kemi shkojmë pyetëm mindet. Të lejmë lokalin hapë dhe të paktën shkojmë të bëjmë plazh, se për çetër gjë këtë vit Shqiptarët e Maqedonisë, domethënë tani presim se me ato do punojmë. Me këto që na kanë ardhur tani janë katastrofë, kanë ardhur gjithsa, të varë me 10 euro dhomën. Korrenti është i shtrenjtë, uji është i shtrenjtë. Dhe sa do fitojmë ne? Asnjë gjë. Imagjino tash ecësh mishin me fasul 250, 1,80 €. Edhe në Kosovë është më shtrenjtë se sa këtu, që këtu është turizëm. Unë këtë vit jam shumë e pakënaqur. Pronarët e restoranteve buzë rrugës janë nga Kosova dhe Maqedonia, madje dhe kuzhina e restoranteve të tyre është vënë në shërbim të këtyre pushuesve. Çmimet janë të lira pasi gatuhet për familjar. Pse plazhi i Durrësit të vit kanë pak pushues? Po, pak pushues më kanë se me siguri ndihet edhe krizë, kështu në papunësi e madhe. Pse shkojnë më shumë në Shëngjin e nuk vinë në Durrës? Po
po më duket si po ndëgjohet shtune nëpërmjet njerëzve që po duket që aty është diçka më në rregull. Pastërtia pak më duhur, nga Shëngjini, Vilipoje, tu si po ndëgjohet jo aq pastërtia e madhe. Numri i ulët i pushuesve duket jo vetëm për sa i përket bareve dhe restoranteve, por edhe brenda në plazh. Pothuajse gjysma e çadrave në të gjithë bregdetin e Durrësit janë bosh. Përveç sërës së parë të çadrave ku ka pushues, pjesa mbrapa atyre është e gjitha bosh. Por edhe vetë hotelierët shprehen se pavarësisht se është 10 ditë që i fundit i muajit korrik, numri i prenotimeve është shumë i ulët për këtë stin. Aktualisht, hotelet punojnë me kapacitet nga 30 deri në 40% të tyre, ndërsa dhe banorët e plazhit i kanë dhomat e lira. Të gjitha bizneset kanë investuar nga viti në vit për të krijuar kushte të mira për pushuesit, por investimet nuk u përkthehen në të ardhura. Në hotelet me emër, çmimi një dhome nis nga 30 deri në 50 euro, por në hotelet të tjera një dhomë me kondicioner është 20 euro nata, ndërsa pa kondicioner 7 euro. Nga 10 deri në 15 euro nata jepen edhe banesat private me qera për pushuesit. Çmime këto shumë të ulta krahasuar me pjesën tjetër të bregdetit adriatik në Shëngjin dhe Velipoj. Jemi 10 ditën e fundit të korrikut, çfarë situate është? Situata është e vështirë sepse njerëzit kanë edhe vështirësinë në jetë, nuk kanë ato siç kanë qenë vitet e para, çmimet kanë ra, sepse shumë hotele, shumë banesa, shumë pallate janë bota shi edhe mileti ose njerëzit do të themi që kanë hyrje për të jetuar, i ulin edhe çmimet. Sa ma keni juve dhe çfarë çmimesh kanë? Janë gjysmë për gjysmë me vitin që kaloi. Nga 20 dhoma për shembull, që janë mush 6 për 7 dhoma, me 15 euro. Ato që janë me koncesioner janë me 20. Mase presim këto ditë vinë tash sepse me shpresat normal. Edhe ne që kemi investuar ato po presim të vinë pushuesit ton. Pronarët e bizneseve deri tani nuk kanë nisur ende të nxjerrin fitime, ndërsa kalendari shënon 10 ditën e fundit të korrikut, duke u përballur kështu dhe me një krizë ekonomike. E megjithatë, ata nuk i kanë humbur shpresat se pushuesit tradicional do të vinë sërish në Durrës.